Sa hapësirë e madhe, bollshme. Tani ju keni përcjellë edhe djalin më herët, Po, ne përcjellim familjen e djalin bashkë me familjen e tij. Para 3 orësh në Kastër. Vërej, ende në sytë juve mërzim, po. Sa pak të emocionuar ishtu, pa megjithatë ata do kthehen sërish, po. Inshallah do kthehen sërish, edhe ne vetë jemi ata që gjithmonë na ka përcjell dikush. Edhe stash po I përcjellim na tjerët, po bashkë ka një herë shkojmë edhe ne. Ashtu është, po. Po. Si stash për gjithçka falënderimi takon Allahut. Çeleshano projekt ka dhe pafund. Ne arritëm që këtu ku jemi vetëm në ndihmën e Zotit. Që ka shumë mirë, po patjetër. Shtëpia e familjes Sabdi kishte rreth 250 metër katror. Arkitektura e kësaj shtëpie është inspiruar nga ajo moderne dhe në kuadër të saj janë 5 dhoma. Jam diku te 40 vjet në Zvicër. Shumë vite. Po, shumë vite. Pjesën më të madhe të jetës e keni kaluar atje. Në Zvicër. Po, megjithatë me të kënaqur, alhamdulillah, ka dashur Zoti që ne të jemi atje. E kemi shfrytzuar çaq sa ka dashur Zoti. Edhe jemi të kënaqur edhe me shtetin atje. Unë mendoj se për mendimin tim me të vërtet e kemi na kanë trajtuar ashtu siç duhet të na trajtojnë. Edhe pse djemtë e Zotit Abdi jetonin në Zvicër, megjithatë në fshat kishin ndërtuar shtëpitë mjaft të bukura. Kemi arrit çaq sa kemi mund të arrijm, po alhamdulillah thash megjithatë unë vetë jam kanë disa punë kam ndrok, punën e fundit e kam pas 20 vjet kam qenë vozitës I tramvajit në Ceri. Vozitës I tramvajit. Si ka qenë eksperiencë të jesh vozitës I tramvajit? Është interesante. Po, është pak sa interesante, po ashtu erdhi rendi, isha unë me një punë tjetër para se të hyj atje dhe I kisha si dëftese, kështu thonë atje ato dëfteset I kisha të kërë edhe konkurovan për këtë punën e tramvajt edhe dashtë Zoti u pranova edhe mbarova dhe shkollën atje në derisa e mbarova shkollën, mandej 20 vjet I bona. Do me thënë keni qenë një moshë shumë të re kur keni ikur jashtë apo? 25 vjet I kam pas kur 25 vjeç. Tash I kam 62 për trall, tatë 63 vjet. Eksterieri modern I shtëpisë shihej që në shikim të parë, ndërkaq që në fasadë dominonte kombinimi I sipërfaqeve të mëdha të qilçit dhe kombinimet e reduktuara të ngjyrës së hirtë dhe të bardhë. Qëllimi im ka qenë me siguri se në shumë kështu si unë që kanë pas mendimin për një 2 vjet, 3 vjet të bëjmë një farë pasurie të bëjmë diçka këtu e të thkehena prapë këtu mirë po ja që nuk ndodhi ajo edhe nuk besoj që të ndodhte edhe këtë në triva aq më pak pilës sa rritën edhe fëmijët edhe po sido që tjetë kushtet I kemi të mira unë thash prapë do të cekli një gjanë që ekzistojnë kushtet në Zvicër, unë tash foli vetëm për Zvicër. Në Zvicër ekzistojnë ka shumë rrugë. Edhe njeriu mund të zgjedh cilën ta don. Dash e don rrugën e fesë, edhe mund të arrish sukses. Si kaloni tani një ditë të juaj prej mëngjes këtu? Po, shtash ne nuk rrim këtu në fshat, po. Ne prap, mos e teproj, po. Fal Zotit. Ne kemi edhe një shtëpi të djalit tjetër. Djalit tjetër, po, sepse kjo ishte djalit vogël. Kjo ishte djalit vogël. Ne kemi edhe një shtëpi tonë. Vjetër ku unë kam ndërtuar para disa viteve. Dhe sërish foleja është atje. Po, foleja është atje. Unë para një viti kur kam dalë në pensi e kam bërë një renovim të asaj shtëpisë vogël, edhe I kam bërë kështu më thënë një 2 oda banesë për viti për mua edhe shumë. Vitet e pleqërimit së Po, ne ma çati kalojmë, çati jetojmë, më shumë jetojmë atje edhe jemi në mes të familjes tonë atje. Edhe kështu që kur vinë këta djemt, ka njerë shkojmë këta I madhe, ka njerë vim të këti I vogli, ne kemi edhe ashtu si me rend të sapin, nuk kemi të njoni I përcaktuar. Mirë, tani të cili është më mirë? Qëta është të pitja shumë me rëndë, se të ditë është më mirë, alhamdulillah. Kisha po thamë, sinqerisht, na lypin ka të shkojmë. Edhe bile, kur të vënohën edhe të mbëllë, që keni ndajtë ndukut ma shumë, para e nëse sa këta të në. Me thonë, nuk edhe një prit mbesat më shumë ndohan. Po, sigurisht, po. Këta janë pak më të vojgjip, pa ato ti tjerët që janë tritur, janë I ka 20 vjet, I ka bërë tash, tjetëre I ka 16 vajza e atit madit,
Po ja që për ne janë ala të Vegjë, ala po. janë vegjë, dhe ala lakmohen ashtu po i përgdhelëm si kur me qenë këta të vojgjët.